Djaloshi përballë Haxhaxhit. Haxhax bin Jusuf Thekafiu ka qenë i njohur për padrejtësi, egërsi dhe kryenetësi. Derisa ishte ulur në njëra nga kështjellat e bukura të tij, në atë kështjell shkonin banorët e Irakut, ku pranë tij shkon edhe një fëmijë që i kishte mbushur 10 vjet e më tepër. Dhe kur hyn në pallat, as që i bën përshtypje pallati, e as Haxhax bin Jusufi, por shikon rreth e rrotull, në të majtë në të djathtë pallatin dhe e lexon ajetin. A në çdo bregore ngreni ndonjë shtëpi ndërtesë sa për lojë, dhe ai ndërtoni pallatet e fortifikuara që të jeni përgjithmonë. Surja Shura 128-129. Haxhaxhi ishte i mbështetur, ngrihet e i thot: O djalosh, po e shoh se që nge i zgjuar dhe i mençur. A mos e ke mësuar Kuranin për mendësh dhe e ke të ruajtur në mendje? Pse? A mos je i friksuar e po friksohesh se do të humb e që unë ta ruaj? Por jo, atë Allahu e ka ruajtur dhe e ruan. Apo e ke tubuar në mendje? Pse? A mos ka qenë i shpërndar e që unë ta tuboj? A mos e ke përsosur? Pse? Allahu a nuk e ka zbritur të përsosur? A mos e ke Kuranin, shpinë mbështetëse? Zot më ruajt që unë ta lë Kuranin pas shpine. Mirë për ty, Allahu të mallkoft për atë që thua. Mirë për ty edhe për popullin tënd. Mos pyet ashtu si më parë, por thuaj, a mos e ke Kuranin në zemër? Na lexo pra diçka nga Kurani. Në emër të Allahut, bamirësit përgjithshëm, mëshiruesit. Kur të vjen ndihma e Allahut edhe fitoria, do t'i shohësh njerëzit duke dalë nga feja e Allahut turma. Mirë për ty thuaj, duke hyrë në fenë e Allahut. Më parë kanë hyrë, mirë po tani po dalin. Po pse? Sepse ti po sillesh shumë keq me ta. Mirë për ty, o djalosh, a e di me kë po flet? Po me shejtanin e quajtur Haxhax Thekafiu. Mirë për ty, po cili është kujdestari yt? Ai i cili më ka mbjell, më ka dhënë shpirt. O nëna jote? Ajo e cila më ka lindur. Ku keni lindur? Në tokën e humbur që do të zhduket, për të arritur kulminacionin e mirësisë dhe përsosmërinë e devotshmërisë. Mos jeni të çmendur, të të shoqëroj? Po të kisha qenë i çmendur, nuk do të kisha ardhur të qëndroj pranë teje. Çfarë mendon për emirin e besimtarëve? Zoti e mëshiroft babën e Hasanit radiallahu anhu dhe e dërgoft në xhenetin e përgjithmonshëm. Nuk mendova për atë të mëparshmin, por për Abdul Melik bin Mervanin. Për mëkatin e mbrapsht, Zoti e mallkoft. Mirë për ty, por pse po thua ashtu? Ka bërë një mëkat të madh, të cilin nuk e mbulon as toka e as qielli. Cili është ai mëkat? Pse të ka emëruar ty në post? E ti u han pasurinë, u thith gjakun njerëzve. I shikoi këshilltarët për rreth dhe i pyeti: Çfarë më këshilloni? Si të veproj me këtë djalosh? Këshilltarët i thanë: Ekzekutoje, dënoje me vdekje, sepse kundërshton kryetarin dhe është ndar nga shoqëria, nga xhamati. O Haxhax, këshilltarët e vllait tënd Firaun kanë qenë më të mirë se këshilltarët e tu, sepse Firaunin e kanë këshilluar që Musai alayhis salam dhe vllai i tij të ktheheshin nga kishin ardhur. Ktheje prap atë edhe vllan e tij, ndërsa këta të urdhërojnë të më mbysësh. Pra po e sheh, Allahu të ka sjell argument pranë vetes. Allahu është Zot mbi kriminalët dhe i përul kryelartët. Mbyllë gojën dhe ndale gjuhën, dhe dua të shpejtoj, dhe nuk do të marr atë vendim, por përkundrazi, e kam parapartë të shpërblej me 4.000 dirhem. Nuk kam nevojë për ato të holla. Zoti ta zbardh fytyrën, i ngrit këmbët e tua. Haxhaxhi shikoi këshilltarët dhe u tha: A kuptuat se çfarë pati për qëllim? Zoti të zbardh të fytyrën dhe i ngrit këmbët e tua. Fjalët Zoti të zbardh të fytyrën ka pasur për qëllim verbërimin tim dhe lëngimin tim me sëmundjen e leprës, ndërsa me fjalën i ngrit të këmbët tua, ai ka për qëllim gozhdëzimin dhe varje për mua. Pastaj u kthye në drejtim të djaloshit dhe e pyeti: Çfarë pate për qëllim me atë që e the? Zoti të mallkoft, o sa mirë e keni kuptuar. I shpërtheu hidhërimi Haxhaxhit dhe dha urdhër për ta dënuar me vdekje. Në prezencë ishte Ruhashiu, i cili tha: O emir, ma dhuro këtë mua si rob. Zoti t'i dhuroft të mirat. I yti është: Zoti të bekoft ty me gjithë të. Për Zotin nuk po e kuptoj se cili nga ju është më i çmendur.
Ai I cili ishte prezent më herët e I cili po më dhuron mua si rob, apo ai I cili erdhi më vonë e po e merr dhuratën, robrimin tim? Ruashiu I thot djaloshit. Unë të shpëtova nga dënimi me vdekje, ndërsa ti me këto fjalë po më shpërblen. Përgëzimi për mua është arritja e dëshmorit, shehidllëkut, kënaqësinë e Allahut. Të vritem në rrugën e Allahut është më e dashur për mua se sa të kthehem në shtëpinë time duar thatë. Haxhaxhi urdhëroi t'i jepte një shpërblim dhe I tha djaloshit: O djalosh, do t'i japim 100.000 dirhem dhe po të falim se je shumë I vogël, e qenë ke I zgjuar, dhe pas ke mbështetje të fortë në Allahun, por ke kujdes në të ardhmen se mos po takohesh me dikë tjetër, e I cili nuk ta fal. Fjala është në dorën e Allahut e jo në dorën tënde. E falënderimi I takon Allahut e jo ty. E kur mos na takoft Allahu mua dhe ty, dhe unë nis nga dera. Dy roje I dolën përpara për ta ndaluar, por Haxhaxhi u tha: "Lëreni të dalë, se për Zotin asnjëherë nuk kam parë më të guximshëm se ky dhe më orator, dhe pasha jetën time, asnjëherë nuk kam takuar njeri si ky, e për të arritur kulminacionin e mirësisë dhe përsosmërinë e devotshmërisë, ndoshta nuk do të takoj njeri si unë, e nëse ky djalosh jeton, do të jetë mrekulli e këtij shekulli." Thuhet se Haxhaxhi I ka urdhëruar disa njerëz të tij për ta helmuar, të cilët I kanë vendosur helm dhe ka vdekur.